Atmosfera në shtëpi ishte e rëndë që para se të shpërthente gjithçka. Pas përplasjes së zarfit të zi, askush nuk ishte qetësuar realisht. Alba qëndronte pranë kuzhinës me shikim vigjilen. Benita ishte në obor, e nervozuar, duke ecur sa majtas djathtas. Limi ishte i tensionuar. Dukej sikur donte të fliste, por nuk po gjente momentin. Papritur, Benita hyri brenda dhe me zë të lartë tha: "Unë nuk mund të rri më e heshtur." Të gjithë u kthyen nga ajo. Alba u drejtua menjëherë. "Çfarë ke?" Benita mori frym thellë. Zëri ju drodh, por fjalët dolën të forta. "Limi ka tentuar të më kapë me zor në banjo." Shtëpia u ngrirë. Një heshtje e frikshme ra. Kamera u afruan. Disa banor u quan në këmbë. "Çfarë?" shpërtheu Alba. "Çfarë po thua?" Benita vazhdoi duke qarë nga nervi. "Më erdhi nga mbrapa, më foli afër, nuk më la rejat. Unë ndjeva keq. Unë ndjeva e friksuar." Limi u zbardh në fytyrë. "Kjo nuk është e vërtetë." Ai u ngrit menjëherë. "Po më akuzon për diçka shumë të rëndë." Alba u fut menjëherë mes tyre. "Limi, ndal. Mos ju afro." Benita bërtiti. "E shihni? Edhe tani po tenton të afrohet." Alba i doli përballë Limit me dorë të ngritur. "Jo. Qëndro aty. Nuk ke pse ngatërohesh më me të." Limi i tronditur. "Alba, po më shkatëron me këto fjalë. Nuk kam bërë asgjë." Benita u ul në divan me kokën në duar. "Nuk po kërkoj mëshirë. Po them si u ndjeva. Askush s'ka të drejtë të më bëjë të ndihem kështu." Zëri i Big Brotherit ndërhyri. "Banor, qetësi. Akuzat të tilla janë shumë serioze." Labinoti hyri në mes, serioz, i ftodh. Të gjithë një hap mbrapa. "Tani." Ai u kthye nga Benita. "A je e sigurt për atë që po thua?" Benita e pa drejtë në sy. "Po. Kjo është përvoja ime." Limi me zë që po i thyej. "Kjo është gënjeshtër. Unë kur nuk do." Alba e ndërpreu ashpër. "Mjaft. Derisa kjo të sqarohet, ti nuk i afrohesh asaj. Pik." Labinoti e mbështeti. "Kështu do veprojmë." Tensioni vazhdoi për minuta të tëra. Banorët diskutonin. Disa dyshonin. Disa mbanin. Fjala përjashtim, hetim, linjë e kuqe u përmend disa herë. Big Brother ndërhyri sërish. "Kjo situatë do trajtohet seriozisht. Deri atëherë do ketë distancë totale mes palëve." Benita qante në heshtje. Limi rrinte i ulur, i shkatëruar emocionalisht. Alba qëndronte si mur mes tyre. Pas 30 minutash tension psikologjik, akuza, mbrojtje dhe ndërhyrje, shtëpia nuk ishte më e njëjta. Besimi ishte tronditur. Fjalët kishin lënë plagë. Dhe asgjë nuk do të kthehej si më parë. Lëndrimi ishte zgjuar keq atë ditë. Jo nga ndonjë zhurmë apo nga mungesa e gjumit, por nga një ndjenjë e rëndë që i kishte zënë vend në kraharor qysh në momentin që hapi sytë. Ishte nga ato mëngjese kur njeriu ndjen sikur diçka brenda tij nuk është në rregull, por nuk di ta emërtoj. Një forcë e madhe emocionale e shtynte nga brenda, një përzierje nervozizmi, padurimi dhe energjie të pashfrytëzuar. Ai u ngrit, u vesh shpejt dhe doli jashtë për të marrë pak ajër. Dielli kishte filluar të ngjitej lart dhe dita dukej e bukur, por ai nuk po arrinte ta shijonte. Mendimet i silleshin rreth kokës pa pushim. Çdo gjë e vogël i dukej më e madhe se zakonisht. Teksa ecte pa një drejtim të qartë, syt i shkuan te Dolce. Ajo ishte aty, e qetë, e lirë, duke shijuar mëngjesin pa u shqetësuar për asgjë. Kishte një siguri në mënyrën si qëndronte, një qetësi që lëndrimit i mungonte atë çast. Ai ndaloi për një moment dhe e vështroi, sikur prania e saj po e tërhiqte pa e kuptuar. Pa e menduar gjatë, ai ju afrua. Nuk ishte një vendim i planifikuar, por një reagim i çastit. Ai e përqafoi fort, jo me agresivitet, por si dikush që kishte nevojë të shkarkonte atë që po mbante brenda. Ishte një përqafim i ngarkuar emocionalisht që vinte nga lodhja mendore dhe nga nevoja për kontakt njerëzor.
Dolce u befasua, por nuk u tërhoq menjëherë. Ajo e kuptoi që diçka nuk ishte në rregull me të. Ai I dha një puthje të shkurtër, të thjeshtë, pa fjalë, dhe më pas u largua pak, sikur edhe vetë u habit nga veprimi I tij. Asnjëri nuk foli. Heshtja mes tyre ishte e rëndë, por jo e pakëndshme. Ishte një heshtje që linte vend për mendim. Lëndrimi u largua ngadalë, me hapa më të qetë se më parë. Nuk ndihej as më mirë, as më keq, por disi më I vetëdijshëm për atë që po I ndodhte brenda. Ai e dinte që duhej të përballej me veten, jo t'i ikte ndjenjave. Brenda shtëpisë, Benita ishte në një botë tjetër. Ajo po bënte dush, me ujin që rrithte vazhdimisht dhe mbushte ambientin me një ndjesë qetësie. Ishte moment I saj për të qenë vetëm, për të menduar pa u ndërprerë. Çdo pikë uji sikur ja largonte pak nga pak mendimet e ditës. Benita ishte një person që I ndjente gjërat thellë, edhe kur nuk I shprehte. Ajo kishte vënë re tensionet, shikimet, energjinë e çuditshme që qarkullonte atë ditë. Ndërsa qëndronte aty, mendonte për marrëdhëniet mes njerëzve, për mënyrën si ndonjëherë emocionet dalin në sipërfaqe pa paralajmërim. Kur doli nga dushi, ndjeu një qetësi të përkohshme. Nuk e dinte ende çfarë kishte ndodhur jashtë, por e ndjente që dita nuk do të ishte e zakonshme. Kishte diçka në ajër, një ndjesi se diçka po ndryshonte, qoftë edhe brenda secilit. Kjo ditë nuk ishte për veprime të mëdha apo fjalë të forta. Ishte për reflektim. Për të kuptuar veten dhe të tjerët. Për të pranuar se ndonjëherë njerëzit reagojnë nga lodhja e brendshme, jo nga qëllimi për të lënduar. Dhe ndonjëherë një përqafim, një heshtje, apo një moment vetëm me veten, mjafton për të kuptuar se çfarë po ndodh vërtet brenda. Shtëpia ishte e qetë vetëm në dukje. Ishte ajo qetësia rreme që vjen para stuhisë. Alba rrinte pranë pasqyrës në dhomën e gjumit, me krahët e kryqëzuar, fytyra e ngrirë. Limi sillej nervoz nëpër dhomë, duke ecur sa majtas djathtas, duke mos e duruar më heshtjen. Pa pritur, ai u ndal. U kthye nga Alba dhe fjalët I shpërthyen pa filtër. Ti e ke 25 herë. Alba ngriti kokën ngadalë. Çfarë the? Limi ju afrua një hap më shumë, zëri I mbushur me inat dhe zhgënjim. Po, e dëgjove mirë. 25 herë. Gabim pas gabimi. Alba qeshi me ironi. Mos e tepro. Por limi nuk u ndal. Jo, tani do më dëgjosh. Ti e dështake në mënyrën si sillesh me mua. Këto fjalë e goditën Alben drejt në gjoks. Mos më fyej, I tha ajo, me zë të ulët, por të fortë. Po të them të vërtetën, vazhdoi limi. Ke favorizuar femrat e tjera para meje në këtë shtëpi. Më ke lënë mënjan, më ke bërë të ndihem sikur zvleja. Alba u afrua edhe ajo. Ti je duke luajtur viktimën. Limi qeshi hidhur. Viktim? Alba, ka një javë që jam përkushtuar gjithë kohën ty një javë. Kam qenë pranë teje në çdo moment. Ai ngriti dorën, duke numëruar me gishta. Kur ishe keq. Kur qaje. Kur zdije me këtë flisje. Unë isha aty. Alba u kthye nga ana tjetër, e prekur, por krenare. Nuk të ka detyruar askush. Kjo fjali e ndezi edhe më shumë. Ja pra. Shpërtheu limi. Kjo është ajo që më çmen. Sikur gjithçka që kam bërë nuk ka asnjë vlerë. Zëri I tij u drodh. Unë kam lënë veten mënjan për ty. Alba u kthye vrullshëm. Dhe pastaj çfarë? Pret medalje? Jo, ja ktheu ai. Pres respekt. Pres të mos më trajtosh si opsion të fundit. Tensioni u rrit. Banorët filluan të afrohen, por askush nuk guxonte të futej në mes. Alba, me sy që I shkëlqenin. Ti më hedh faj mua për zgjedhjet e tua. Limi ju afrua edhe më shumë, por pa e prekur. Jo. Po të kërkoj të pranosh që më ke shtyrë drejt kësaj gjendjeje. Heshtje për disa sekonda. Pastaj Alba shpërtheu. Ti nuk ke qenë I sinqert. Një ditë më mbron ditën. Tjetër më akuzon. Sepse jam lodhur. Bërtiti limi. Jam lodhur duke të parë si u jep më shumë rëndësi të tjerave, duke më lënë mua në hije. Alba e shtyu me dorë lehtë në gjoks. Mjaft. Limi u tërhoq një hap mbrapa.
Ja, kjo je ti kur s'të pëlqen e vërteta, e mbyll bisedën. Big Brother paralajmëroi nga altoparlanti. Banor, ruani qetësinë. Por ishte vonë. Alba, me zë të thyer. Ti nuk e di sa më ke lënduar me këto fjalë. Limi uli kokën për një çast, pastaj tha. Edhe ti më ke lënduar. Çdo ditë. Me indiferencë. Për minuta të tëra, debati vazhdoi. Akuza për mungesë mbështetjeje. Fjalë për xhelozi. Për kushtim i njëanshëm. Pritshmëri të pambajtura. Zëri i tyre herë ngrihej, herë binte në heshtje të rënë. Pas 30 minutash përplasje emocionale, Alba u ul në divan, e shtëruar. Limi u largua në obor, me sytë të skuqur. Asgjë nuk ishte zgjidhur. Por gjithçka ishte thënë. Dhe disa fjalë nuk harrohen kurrë. Limi ishte ulur pranë Benitës prej kohësh, aq sa prania e tij ishte bërë e dukshme për të gjithë. Krahu i tij qëndronte i mbështetur mbi të, jo me forcë, por me atë lloj afërsie që nuk kërkon leje. Ishte një gjest i vogël, pothuaj i padukshëm për dikë që nuk donte ta shite, por mjaftueshëm i fortë për të ndezur gjithçka. Benita nuk reagoi menjëherë. Rinte e qetë në dukje, por supet i kishte të ngrira. Syt i lëviznin pak, sikur kërkonin një rrugdalje, ose ndoshta thjesht po përpiqej të mbante kontrollin. Ajo nuk donte të ishte shkaku i ndonjë shpërthimi, por e dinte që situata po tensionohej. Alba i kishte parë të gjitha. Që në momentin e parë. Nuk i kishte shpëtuar as krahu i limit, as afërsia, as mënyra si ai sillej sikur gjithçka ishte normale. Fillimisht u përpoq ta injoronte. I tha vetes se po e egzageronte, se ndoshta po keq kuptonte. Por sa më shumë kalonte koha, aq më shumë ndjente se diçka po i bëhej përpara syve, diçka që e prekte drejt për drejt. Acarimi i saj u rrit ngadalë. Jo si shpërthim i menjëhershëm, por si një val që mbledh forcë. Frymëmarrja ju rëndua, duart i mbajti të shtrënguara mbi preher. Çdo buzëqeshje e limit, çdo lëvizje e vogël, ishte një goditje e re. Dhe pastaj nuk duroi më. Pse po ma bën këtë gjë? Tha Alba, më shumë e lënduar se sa e zemëruar, por zëri i saj doli i mprehë. Dhoma u qetësua menjëherë. Bisedat u pren. Të gjithë kthyen kokën. Limi nuk u largua nga Benita. Përkundrazi, ju afrua edhe më shumë. Ishte një veprim i qëllimshëm, një provokim i hapur, sikur donte ta shtynte Alban deri në kufi. Mos e bëj kaq të madhe, tha ai, me një ton që nuk kërkonte qetësi, por dominim. Ka gjëra që sqarohen më mirë sa të dalim jashtë. Fjala ra rëndë. Alba e ndjeu menjëherë peshën e saj. Nuk ishte ftesë. Ishte paralajmërim. Një mënyrë për ta ulur, për t'i treguar se ai kishte kontrollin. Ajo u çua në këmbë. Ti po më kërcënon? Pyeti duke e parë drejt në sy. Benita lëvizi më në fund. U kthye nga Alba, jo me turp, por me një shprehje të ftohtë, pothuaj sfiduese. Kishte duruar mjaftueshëm. Dhe fjalët që doli të thoshte nuk ishin të rastësishme. Problemi yt, tha ngadalë, është se nuk je e zonja me ja bërë qejfin. Alba mbeti pa fjalë për një çast. Limit qejfin ja bëjnë të tjerët, vazhdoi Benita, pa e ngritur zërin, por me një siguri që lëndonte. Gjithmonë ka dikë tjetër. Këto fjalë nuk ishin thjesht ofendim. Ishin goditje e drejt për drejt. Alba ndjeu një nxehtësi në kraharor, një përzierje zemërimi dhe zhgënjimi. Syt ju mbushën, por nuk derdhi asnjë lodh. Nuk donte t'u jepte kënaqësinë. Limi heshti. Nuk e mohoi. Nuk e ndaloi Benitën. Heshtja e tij foli më shumë se çdo fjalë. Ai buzëqeshi lehtë, një buzëqeshje e vogël, e rrezikshme, që tregonte se situata i pëlqente. Ti mendon se kjo është forcë? Tha Alba më në fund, me një qetësi që erdhi pas stuhisë. Të lëndosh, të provokosh, të poshtërosh? Askush nuk u përgjigj. Minutat kalonin ngadalë. Çdo sekond dukej e rëndë. Ajri ishte. Gjithçka nisi atë pasdite të çuditshme, kur u gjetën të gjithë në të njëjtin vend pa e kuptuar si. Elioni ishte ulur anash, i qetë në dukje, por syt i rrinin gjithmonë nga Benta. Ajo ishte shtrirë, e lodhur, dhe po kërkonte pak qetësi. Dikush propozoi masazh, gjë krejt normale, asgjë e egzageruar.
Fillimisht dukej sikur çdo gjë ishte nën kontroll. Por situata ndryshoi shpejt. Një djalë kinez që ishte aty për punë dhe mezi fliste gjuhën, e keq kuptoi gjithë skenën. Sa po pa afrimin, u ngrit me vrull, u fut në mes pa pyetur askënd dhe, në mënyrë të çrregullt, e largoi gocën me vrap sikur po ndodhte diçka e rëndë. Të gjithë mbetën të ngrirë për disa sekonda. Askush nuk po kuptonte çfarë po ndodhte dhe pse reagimi ishte kaq ekstrem. Unë u çova menjëherë. I thash të ndalonte, se nuk ishte ashtu siç dukej. Benta ishte e hutuar, e tronditur nga mënyra si u trajtua. E solla përsëri, i kërkova ndjes në emër të gjithë situatës dhe i thash të ulej. Vendosa t'ia bëja unë masazhin, thjesht për ta qetësuar, për t'i kthyer pak normalitet momentit. Ndërkohë, Alba po na shikonte nga larg. Në fillim nuk foli. Vetëm shikonte. Por ai shikim nuk ishte i zakonshëm. Ishte i mbushur me diçka mes xhelozisë dhe inatit të përmbajtur. Sa më shumë kalonin minutat, aq më e tensionuar bëhej atmosfera. Edhe pse masazhi ishte krejt i pafajshëm, Alba e përjetonte ndryshe. Pa pritur, pa thënë asnjë fjalë, u ngrit. Mori një shishe ujë që ishte mbi tavolinë dhe, me një lëvizje të shpejtë, e hodhi ujin. Nuk ishte as drejt meje, as drejt Bentës, ishte më shumë një shpërthim emocionesh. Uji u përhap në dy sheme, heshtja ra mbi të gjithë dhe momenti u ngriu. Çfarë po bën? I thash me zë të ulët, por të prerë. Ajo nuk u përgjigj menjëherë. Vetëm pas disa sekondash tha se ishte lodhur duke parë gjëra që nuk i pëlqenin, duke u ndjerë anashkaluar. Nuk ishte vetëm ajo skenë, ishte grumbullim. Tensioni i mbledhur prej kohësh. Elioni u përfshi më në fund. U përpoq ta qetësonte situatën, por të ashmë gjithçka kishte dalë nga kontrolli. Benta u ngrit, tha se nuk ndiej rehat dhe u largua. Djali kinez u zhduk pa thënë gjë. Alba u ul, e mërzitur, me kokën ulur. Dhe unë mbeta aty, duke menduar se sa shpejt një moment i thjesht mund të kthehet në dramë, vetëm nga keqkuptimet, xhelozi dhe mungesë komunikimi. Nuk ishte çështje masazhi. Ishte çështje emocionesh të pathëna. Një qetësi që fliste me zemër. Mbrëmja kishte rënë ngadalë dhe ajri ishte mbushur me një freski të lehtë që sillte qetësi. Dritat e buta përreth xhakuzit krijonin një atmosferë relaksuese, ndërsa uji i ngrohtë, i mbushur me shkum të bardhë, lëvizte lehtë duke reflektuar dritën si mira yje të vegjël. Ishte një moment larg zhurmës, larg mendimeve të përditshme, një moment vetëm për ta. Alba dhe Limi ndodheshin aty, të qetë, të çliruar nga gjithçka tjetër. Alba ishte e mbështetur më poshtë në xhakuzi, me shpinën e relaksuar dhe fytyrën që i rrezatonte qetësi. Limi ishte më sipër, pak i mbështetur, duke e parë her pas here me një buzëqeshje të lehtë, sikur donte të sigurohej që ajo po ndihej mirë. Shkuma rreth tyre krijonte një ndjesë mbrojtjeje, sikur bota e jashtme nuk ekzistonte më. Zhurma e lehtë e ujit ishte e vetmja që dëgjohej, bashkë me frymëmarrjet e qeta. Nuk kishte nevojë për shumë fjalë. Heshtja mes tyre nuk ishte bosh, por plot kuptim. Alba mbylli sytë për një moment, duke shijuar ngrohtësinë e ujit dhe qetësinë që e rrethonte. Ajo ndihej e sigurt, e qetë dhe e lumtur. Limi e vuri re këtë dhe u afrua pak më shumë, jo për të thyer qetësinë, por për ta ndarë atë me të. Sa mirë ndihet kjo, tha ai me zë të ulët, sikur nuk donte ta prishte magjinë e momentit. Alba buzëqeshi lehtë. Po është një nga ato çaste që do doja të zgjasnin më shumë. Ata filluan të flisnin për gjëra të thjeshta, për ditën që kishte kaluar, për plane të vogla, për gjëra që i bënin të qeshnin. Biseda rrithte natyrshëm, pa ngut, pa presion. Çdo fjalë ishte e butë, çdo buzëqeshje e sinqertë. Limi e shikonte Albën me vëmendje. Ai e admironte qetësinë e saj, mënyrën si ajo e shijonte momentin, si dukej plotësisht e pranishme. Alba, nga ana tjetër, ndjente mbështetjen dhe ngrohtësinë që ai i jepte, edhe pa shumë gjeste. Shkuma lëvizte ngadalë rreth tyre, duke u ngjitur e duke u shpërndar, ndërsa uji vazhdonte të krijonte një ndjesë relaksi të thellë. Ishte një moment ku koha duk. Ai sikur kishte humbur kuptimin. Ata ndan disa të qeshura të vogla, disa kujtime dhe disa heshtje të bukura. Nuk kishte asgjë të tepruar, asgjë të sforcuar. Vetëm dy njerëz që ndanin një çast të qetë dhe të veçantë.
Në atë xhakuzi të mbushur me shkum, Alba dhe Limi nuk po ndanin vetëm hapësirën, por edhe një ndjenjë afërsie që nuk ka nevojë për shpjegim. Ishte një kujtim që nuk do të mbahej mend për zhurmën apo madhështinë, por për qetësinë dhe sinqeritetin e tij. Kur mbrëmja vazhdoi dhe dritat u bën edhe më të buta, ata e dinin se ky moment do të mbetej gjatë në mendjen e tyre. Një kujtim i thjeshtë, por i bukur, që tregonte se ndonjëherë lumturia gjendet pikërisht në këto çaste të qeta, të ndara me dikë që të bën të ndihesh mirë. Një natë që do të mbetet përgjithmonë në kujtesën e Elionës. Mbrëmja kishte rënë ngadalë dhe qielli ishte mbushur me ngjyra të buta nate. Dritat ishin ndezur njëra pas tjetrës, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe festive. Në mes të gjithë kësaj bukurie ishte Eliona, e cila atë mbrëmje dukej më e bukur se kurrë. Jo vetëm nga pamja e saj e jashtme, por nga shkëlqimi që i dilte nga brenda. Ishte dita e ditëlindjes së saj dhe ajo po mbushte 19 vjeç, një moshë plot ëndra, shpresa dhe emocione të reja. Eliona kishte veshur një fustan elegant që i rrinte për mrekulli. Flokët i kishte rregulluar me kujdes dhe buzëqeshja e saj ishte e qetë, por e mbushur me emocion. Çdo njeri që e shikonte, ndalej për një çast dhe mendonte sa shumë ishte rritur dhe sa bukur kishte ndryshuar. Ajo nuk ishte më thjesht vajza e vogël e dikurshme, por një vajzë e re, e sigurt dhe plot dritë. Banorët ishin mbledhur të gjithë bashkë. Disa qeshnin, disa bisedonin, disa të tjerë përgatisnin surprizat e fundit. Muzika dëgjohej lehtë në sfond dhe krijonte një ndjesë gëzimi që ndihej në ajër. Eliona mbante në duar tufën e bukur me lule që kishte marrë më herët, por ende nuk e dinte se çfarë momenti i veçantë e priste. Në një çast, vëmendja e të gjithëve u përqendrua te Klodi. Ai u afrua ngadalë, me hapa të qetë, duke mbajtur në dorë një kuti të vogël. Duke i pak i emocionuar, por në të njëjtën kohë i vendosur. Në sytë e tij dukej se kishte diçka më shumë se një dhuratë e zakonshme. Ishte një moment i heshtur, por shumë i fortë. Klodi u ndal përballë Elionës dhe ia zgjati kutinë me një buzëqeshje të sinqertë. Eliona e mori dhe e hapi me kujdes. Kur pa brenda, sytë ju hapën nga surpriza dhe gëzimi. Ishte një varse floriri, e bukur, e ndritshme dhe shumë elegante. Drita e mbrëmjes reflektoi mbi të dhe dukej sikur shkëlqente edhe më shumë. Për një çast, Eliona mbeti pa fjalë. Pastaj buzëqeshi fort, me një lumturi të pastër që nuk fshihej dot. Ajo ishte shumë e lumtur. Ky nuk ishte thjesht një send i bukur, por një dhuratë që kishte kuptim, kujdes dhe ndjenjë brenda. Klodi ju afrua edhe më shumë dhe, me shumë kujdes, i avuri varsën në qafë. Ishte një moment i qetë, por shumë i bukur. Eliona ndjeu një emocion të veçantë në zemër, sikur ajo varse të ishte bërë pjesë e saj në atë çast. Ajo e preku lehtë, ende e habitur dhe e lumtur. Në të njëjtin moment, të gjithë banorët filluan të këndonin këngën e ditëlindjes. Zërat u bashkuan, duart trokisnin dhe atmosfera u mbush me gëzim. Kënga jehonte në dhomë dhe Eliona qëndronte në mes, me varsën e floririt në qafë, duke buzëqeshur me sytë që i shkëlqenin nga emocionet. Ajo ndjeu se ishte vërtet e dashur. Çdo fytyrë përreth saj ishte plot buzëqeshje, çdo zë ishte i ngrohtë. Ishte një ndjenjë që nuk harrohet lehtë, një ndjenjë që mbetet gjatë në zemër. Për Elionën, kjo ishte një nga netët më të bukura të jetës së saj. Kur kënga mbaroi, Eliona falenderoi të gjithë. Zëri i saj ishte i butë, pak i dridhur nga emocionet. Ajo e dinte se